nivel arsimor kanë treguar rezultate dhe sukses të parë. The agencies and also the schools and modeli zbatimi këtu në këtë moment. With the translation. Prandaj edhe kërimi im ndoshta. And I'm really looking forward to collaborate with Por sa hyra në oborrin e shkollës suaj këtu, u ktheva te kujtimet e fëmijërisë. Unë kam ardhur pa numër herë në këtë obor shkolle, për shkak se nëna ime ka qenë mësimdhënëse këtu, për gati një dekadë, nga viti 1980 deri te viti 1989, në lëndë të ndryshme të ndërrimtarisë si konstruksione të betonit, materiale ndërtimore, bazë dhe ndërrimtarisë të arkitekturës e të tjera e të tjera. Dhe ka që më vonë vetë, pastaj kam studiuar diçka që është pak më ndryshe, por sërish tek shkencat natyrore dhe tek fusha teknike, elektroteknikën e që i përngjon më shumë këtyre qarqeve elektrike këtu, me rezistenca, kondensator, me rrymë, tensione, përtokëzim, edhe me ndërprersa, ndonë se jo sikur ata ndërprersat në kuvendin e Kosovës me pamundësim këforumi nga opozita. E nderuara Ministre e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit zonja Arbia Nagopsi, e nderuara Drejtore e Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimet të Rriturve zonja Fikrie Zymberi, i nderuari Drejtori i Qendrës Kompetencës Stefan Gjeçove në Prishtinë, zotëri Blerim Garballa, i nderuari përfaqësues i organizatës Fit for Jobs Mario Eckhart, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotëri, është kënaqësi dhe nder për mua sot që ndodhem mes jush në këtë moment të rëndësishëm për arsimin profesional në vendin tonë. Për herë të parë gjatë këtij mandati e kemi bërë realitet arsimin dual në shkollat tona profesionale, sepse është prioritet kyç i qeverisë sonë dhe një nga projektet më domethënëse për të ardhmen e rinisë dhe të ekonomisë së vendit tonë. Ky model ndërthur teorinë me praktikën dhe i afron të rinjt me tregun real të punës. Ka filluar në vitin 2022 në 4 shkolla, në 4 profilet ndryshme, në 3 komunat Kosovës, duke përfshirë 107 nxënës të cilët besuan në këtë rrugtimtri. Sot, vetëm 3 vite më vonë, jemi dëshmitar të një transformimi të vërtet. Arsimi dual po zbatohet në 25 shkolla profesionale, në 14 komuna në gjithsej 12 profile, ku janë përfshirë mbi 1600 nxënës. Këta janë 33-ja që ndërtojnë një tallë të qëndrueshme, me dije dhe aftësi, vetbesim dhe përgatitje për jetën e punës. Në shtator të vitit 2022, në Qendrën e Kompetencës Stefan Gjeçove filloi për herë të parë zbatimi i arsimit dual në 4 profile. Kjo shkollë ishte në mesin e të parave që morën guximin dhe përgjegjësinë për ta përqafuar këtë model inovativ arsimor. Aktualisht kjo qendër e rëndësishme arsimore ofron arsimin dual në 3 profile: automekanik, estetik dhe floktari me rreth 220 nxënës të përfshirë. Kjo është një sukses institucional, një fitore për gjithë neve dhe një hap përpara drejt një sistemi arsimor që krijon mundësi reale. Sot ndihem veçanërisht i lumtur që ndodhem këtu për të festuar suksesin e 19 nxënësve të profilit floktari, të gjeneratës së parë të certifikuar në kuadër të arsimit dual. Ky moment është më shumë se një certifikim, është kurorëzim i një rrugë me përkushtim, punë dhe vizion. Më vjen keq që unë nuk erdha këtu para një jave, atëherë kur duhej të shkurtoja flokët, por natyrisht që kjo do të thotë se do të mund të kthehem pas një muaji. Javën e kaluar, kur mora pjesë në ceremoninë e certifikimit gjeneratës parë profileve murator dhe punëtor i ngjajshëm në Qendrën e Kompetencës në Skanderaj, ndërka që në fund të kësaj jave do të jemi pranishëm edhe në certifikimin e gjeneratës parë në profilet kuzhinier dhe asistent i mikpritjes hoteliere në shkollën e mesme profesionale Shtatori në Prishtinë.
Shtrit ton po e përmbyllin me sukses një rrugtim 3 vjeçar i cili ka nisur në vitin shkollor 2022-2023, përgjatë të cilit ka bashkuar klasën me ndërmarrjen, dijen me përvojën dhe ëndrat me punën. Arsimi dual në Kosovë po zhvillohet sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, i ndërtuar mbi modelin gjerman, një prej më të suksesshmëve në botë. Ne jemi tani në vitin e 3 zbatimit dhe rezultatet e para po flasin vetë. Dëshiroj të shpreh falënderimin tim të thellë për mbështetjen e palëkundur të qeverisë dhe ambasadës Gjermanisë dhe qeverisë së Luksemburgut përmes Luxterit. Përveç financimit, ata na kanë sjell udhërrëfyes dhe shembuj, përvojë dhe ekspertizë që i kemi përshtatur me kujdes me nevojat dhe zhvillimet tona. Një falënderim i veçantë edhe për bizneset partnere, shkollat e mësimdhënësit, si dhe grupet punuese të cilat kanë kontribuar me përkushtim për këtë sukses përbashkët. Të dashur nxënës, ju jeni dëshmia më e mirë se si arsimi mund të shndërrohet në një motor të zhvillimit për shoqërinë dhe ekonominë tonë. Rruga juaj është frymëzim për brezat që do të vinë, andaj jeni krenar për vetveten dhe mos ndaloni së ëndrruari dhe së ndërtuari të ardhmen që e meritoni. Urime diplomimi dhe suksese vazhdimore. Qëllimi i takimit të sotëm është një rëndësie të veçantë, sepse sot për herë të parë në Republikën e Kosovës po certifikohet gjenerata e parë e nxënësve, të cilët zhvilluan mësimet me një model të ri arsimor, i quajtur arsimi dual, i cili kryesisht zbatohet me sukses në Republikën Federale të Gjermanisë, Austrisë, Zvicrës e tjerë. Për ne, padyshim është një moment krenarie dhe arritje e madhe. Kjo është dita e certifikimit të gjeneratës së parë të nxënësve në profilin e filloktarit, në kuadër të arsimit dual në Kosovë. Prandaj, padyshim se në viti shkollor 2022-2023, si dhe data 26 maj 2025, do të hyjë në ditët e shënuara në historikun e shkollës Shtefan Gjeçovi. 3 vite më parë, në shtator të vitit 2022, ishim bashkë me Kryeministrin Kurti këtu, në fillim i krishpra këtu në qendrën e kompetencës Shtefan Gjeçovi, kur zyrtarisht e nisëm implementimin e arsimit dual në profilin e floktarisë. Mësimdhënësve, instruktorëve, nxënësve, bashkë me kolegët tonë, në atë kohë ju uruam e dëshiruam shumë suksese dhe mbarësi në rrugtimin arsimor profesional, të bindur se politika tona do të përkthehen në një realitet e produktivitet. Dhe ja ku jemi sot, bashkarisht, 3 vite pas, në këtë ceremoni të bukur, e cila është dëshmia më e gjallë e punës sonë të përbashkët, e suksesit tonë të përbashkët dhe një provë që suksesi është i garantuar kur bashkëpunimi është organik dhe i fryrshëm sikurse në rastin tonë. Ririnë e Kosovës e kemi në fokus që nga marrja e mandatit dhe angazhimi jonë, andaj edhe kuptuam se për të ecur përpara, duhet që maksimalisht të përkushtohemi për t'i mbështetur nxënësit tanë, t'ju krijojmë kushtet e nevojshme për mësim dhe për punë. Andaj edhe filluam arsimin dual, i cili brenda vetëm 2 viteve, thuajse dyfishoi numrin e profileve dhe tashmë është i shtrirë në 25 shkolla në 15 komuna me më shumë se 1600 nxënëse e nxënës, si ju tashmë që vijojnë mësimin dual në shkolla dhe në komuna të ndryshme. Dhe interesimi po shtohet gjithnjë më shumë si nga ana e nxënësve, por edhe nga ana e bizneseve për të pranuar nxënësit tanë, për çka na bëhet zemra madh. I'm honored to be here with you because it's a milestone, I think, for Kosovo and a milestone for your dual vocational training here in the country. Është vërtet një nder i madh për mua që t'jem sot këtu për arsye se është një moment i rëndësishëm në sistemin e arsimit dual dhe në sistemin tuaj arsimor të Kosovës. When I talk to my colleagues and when I talk to our partners, the school, the business, the teachers, the trainees, the students, I have the feeling that we really reach something that is sustainable and also right
what Kosovo needs right now when it comes to skilled workers. Kur flas me partnerët, me kolegët, me mësimdhënësit, instruktorët, nxënësit, përfaqësues të ndryshëm, vërtet e kam ndjenjën që kemi arritur diçka që është e duhur për momentin, tani për tani për sistemin e Kosovës. And I think it's a win-win because we are not doing something for the trainees, we are not doing something just only for the government, we are not doing something just only for the business. It's a win-win-win. Everybody is winning. The business sector will have skilled workers at the end of the day, and you as trainees or like future workers, you have a lifelong experience in this dual system. Edhe është një situatë ku fitojnë të gjitha palët, është një situatë win-win për arsye se këtu nuk fitojnë vetëm nxënësit, nuk fitojnë vetëm bizneset ose vetëm qeveria, por përfitojnë të gjithë. Kompanitë në njërin anë përfitojnë me nxënës ose fuqitë e kualifikuara punëtore të shkallta, nxënësit fitojnë shkallësitë e tyre për të ardhur për integrim në tregun e punës.